Buqim në bu, CHI. Bu, CHI podcast. Jemi edhe kësaj rane. Mirë se na gjete e bëboq. Mirë se të gjeta, Buqi. Jemi përsëri kësaj rane, kemi vënë argatët në punë të na bëjnë ca koktejla për mbrëmjen tonë shoqërore. Me çfarë se kemi këtë mbrëmje ne? Apo ka të kështu shoqëri? Po ka, kështu luftojmë depresionin me festa. Jemi mbledhur këtu së Pashku, jemi gati për një super fist. Çfarë kemi për të? Fërges, byrek, sallat. Sallat? Shat, ja. Sa në sallat? Pse dhe sallata quhet kur pjatë? Pjata shumë byrek, qëra, ambërtë. E ka Gjermani for spajze, e ka for spajze, që për ju se dini ka for spajze Gjermani. Po pjatë parë. Po që bëhet? Bëhet? Qyzini. Mirë, në përgjithësi mirë. Ti nga puna mirë? Bere qam. Shumë pytet ka marrë të podcastin në bërë shumë. Sa e ke rogën, sa kështu. Kështu publikove një herë? Jo, ato janë informacione, jemi gjermanizuar edhe ne deri në një farë pike, nuk tregohet më roga. Qa ke Gjurki? Duhet të bëje koktejlat zëtrote. Iku. Si ka emri këti po bën këtë? Qa këti po bën këtë? Ai po bën seks në plazh. Ka bën një koktejl që quhet seks në plazh. Rofshi, ja. Me portokalli hajt apo e kemi? Jo, ke portokalli është vetëm për zbukurim. Ose kur nuk shikon kamarieri ha, zakonisht. Po zakonisht është shërbet femrave rë. Zonjë shpizën këtu. Ja, po e ka respekt në filani këtu, qoshe. Qoshe është shërbet e para, gjithmonë. Arrejonë. Normalisht, na epi, na zbrazu në që të Të zbrazu. Qa të shqetson? Mua? Po s'ka marrë të psikologu, ka marrë podcast. Normalisht pra. Mirë, qa nuk të shqetson? Mua që më shqetson sot e kësaj ditë është shoqëria e sotshme. Kjo është. Shumë e shënjërja. Pse? Po. Ku qëndron? Ku të rregos? Njerëz që duan të këpin të rregos. Njerëz falso. Pse? Për shembull, ne këtu që jemi nuk kemi njerëz falso, nuk kemi njerëz me interesa. Po ne këtu se jemi të zgjedhur si thua, kemi piketuar njëri tjetrin, po në përgjithësi për shembull, kështu janë. Edhe nuk ka të bëj as me gjini, as me sideratas, me asgjë. Njerëzit kështu janë. Po çfarë do bëni? Frymësit. Të frymësit, po mirë, pra si është një gjë të vësh një problem në dukje, është një gjë tjetër pastaj të Këja ti ke parasysh vetë për shembull sa njerëz, sa goca, sa çuna ke njohur ti për shembull, të shënjë mohabetin fillim me këto. Pastaj me kalimin e kohës një të ndryshojnë. Çdo kush për shembull kur nis një raport, një marrëdhënie, një kështu, çdo kush ka interesin e vet. Çdo kush ka interesin e vet, kështu që. Normalisht ka interesin e vet. Ne kemi një wild gurke që po na afrohet me një super koktejl. Si ajte Producer Kids. E ke parasysh? Producer Kids. Nuk dëgjoj, është plako greqisht zëri. Qa është kërë? Që përnë ato real sat. Që gjithmonë me producentit që vjen Producer Kids. Wap. Here. Bjeri. I ku të hapull brenda për këtu? Që si fut brendej? Bëhet ai. Po ti të fiket që ka mikrovalën? Shtypet qecin aty? Fike mikrovalën të tri. Se më të shqetëson. Qecin e kuq, te priza. Ashtu. Jemi nga Gjirokastra, kurse që kemi qenë elektrik. Pse? Për shembull, ne kemi edhe shumë rob të zgjedhur. Nuk është që Big Brother VIP për shembull, ata rob që janë atje. Po, shumë rob të mirë janë. A janë VIP pra kështu do mendoj unë. Që janë arke shoqërisë. Po VIP që se janë për shembull si thua nga followersat që kanë në Instagram. Nga bëmat që kanë bërë, nga skandalet që kanë bërë, se për mendimin tim VIP kuptimi VIP është very important. Po VIP ata janë më të shikuari për momentin. Po nuk janë important. Are watched, are të parë nga shoqëria ku shikojnë, po s'është important. Çka ka marrë për shoqërinë asgjë. Ku ti çon ton bërë ato? Është ajo që thotë Thereze, apo çfarë ato fjalët që thonë që i shpikin kështu për ditë. Atje Pusën atje. Në varet nga çaj ka dhënë shoqëri, çaj influencë ka të rakto. Ata influencë mund ta kenë, po
Varet për çfarë kam. Varet për çfarë kam. Po ato Si është e parë shumë, për konsumatorin ajo është gjë shumë interesante, për shembull shihet shumë fare. Numrat janë në qiell, ajo përputhen love story që janë këto budalliqe të gjitha. S'kam çfarë merren njerëzit normale. Po si më s'kam çfarë merren? Po tani brezi sot më shidiku për dashuri. Pse? Po për tjera për dashuri, ç'a bën ja shkojnë për puthë. Nëse s'kam me çfarë merren njerëzit ato, s'ta them ty si mohabet e kafe. E ke parasysh? Para flisin për Ezelin për kafe, tani flas për puthën për këtë. Se ikëm bëm atë Ezelin. Ikëm bëm atë Ezelin, se ka thënë se gjerë fishta e ka thënë këtu. Ja, e ke parë Ezelin dhe jo? Jo. Unë s'kam parë asnjë gjë, nuk jam tradhtar kombi, unë shikoj nga. Ti po. Unë shikoj Skënderbeun gjithmonë on repeat. Kështu sa mbaron, do pra para. Ona erdhi seksi në plazh tjetër. Çka ka brenda ti? Nuk di çka ka brenda, atë për të mira gëzime. Për të mira gëzime. Lumshim duar, burger. Pia ato dhe je. Me qumë është shkare? Po pse zgjodhën një çik rakik? I ke zane tu pse ke kokonat? Kokonat. Ka kokonat filani. Kam shilduar të ri. Po nuk na ke si ato kallama. Duheshin në fakt, no? Duheshin, ashtu e ka lezetin me kallama. Po kallama e pi lokal, që disa si qik. Pa vash avash, ta plotësosh 2 orarësh. Po tu s'përa ndje njëri, pse? Po kemi artiti kështë. Hajtë qobe. Maestro, tjetrën. Se iku. Hajde, hido. Si kishte Emina kënga që i pëtar ditin në atëri, që ishte e përputhen? Kushme? Ma jo, deal, jo me mu nuk ka deal. Aja, Ana zërë. E kujt? Ana Leshi të vaja. Ana Leshi. Qa kemi ato ti, pse keni në ato? S'kam jam, që të kemë atë anë, thjesht ka pas ca bëme që ka bërë ca burë, ca pëshu. Në me ndim personal për atë s'ka. Ishte shumë niveli lartë i muzikës shqiptare, shumë i pari. Njerëz që duan të mënin e tyre në çdo lloj mënyre. U futë përputhe një që e fitoj vëmendjen deri karbike, nxori këngën e marr. Tani po prapë përputhe ndyshe, e bëri bëmi tjetër. Si u fut dy? Po më. Po si më bësh dy? Donte beb edhe fut. Donte beb? Si donte beb? Po kështu tha ajo, dua burr, tha dua beb. Po gjeti burr apo vetëm beb? Po sigur gjeti më di unë të bëjmë. Po si, po ti thuaj sikur gjeti një tani apo di unë çfarë bën ata, hë? Po se ti mos e kam folur në Instagram, të shikoj këtu në Instagram çfarë bëhet. Po se shoh. Stockholm. Nuk stokoni hiç, e? Po. Ja, po mirë. Disa stokojnë njerëzit për zotin. Stokojnë keq fare. Me një dy që kam pasur, që kam njofur kështu, kishin stokuar edhe ty. Kush? For real. Po vërtet? Po. Po mirë se përmendin tani emra on spot, po që Më vetë të shikoj, unë një vetë thjesht jam kështu. jo më direkt bëm bum kush qysh tek, e kupton? Qa bën, sa ka rogë. Sa e ka rogë, kur i. Qa ha, qa pi. E kujt ja është? Gjithë më të diqe. Po, se e ki bashkëdhetare. A detare? Bashkëdhetare, të në bashkë nga njëta... Tjerake? E keni këshu si qytet ju? Ne mafja. Ne Fierakës. Ai vjen gërtë morti, jeni mafja Fierakë. Më ngeli mafja për në Fiero, zoti i madh. Ne jemi si shpirt. Jere si shpirt jeni. Jemi si kështu na, si të ngjyllë mbuluar si është. Ke parasysh duke të urtë edhe me këtë tekstin e bukur që kemi. I bukur është. Ai mund të jetë shumë gjëra, po i bukur është. Jo, është i ëmbël, ke parasysh e fitojmë zemrën. Edhe duke vi kështu dhe njerëz paqësor, po jemi në ç. Birë nenja birë. Sa në gjithi, që kongjilli mbuluar. Që bani frymën njerëz, kujdes me Fierakët, edhe me Fieraket. Ty mirë të kajtë, më mirë të kajtë, të shkini mirë në Deri tash i mirë. Deri tash i bere qartë. Inshallah, se mos marrë. Po mirë, pse ashtu flet keq të pastaj? Pse thoj jemi kështu jemi ashtu? Ka të mirë. Po kur na cënojnë për shembull, sa gjëra janë. Kur të cënojnë, kur të cënojnë ashtu. Me çaj, ja po bini me kështu me domate sere, pastaj. Ire, ç'a thoj tjerë? Në tjubë të shojemi. Të ju të beratit, qa? Po s'ka të lërë mi stres beratit, Djetë kulturë, po ka lezet. Pse çfarë? Po s'është negative mi stres berati, është pozitive, është kompliment. Mi stres qa kuptime? Mi stres në kuptimin e mi stres i përmbletesh, nuk ka... Çfarë do shpjegosh mi stresi? Gjitha është, rëpë që këmë fletë, bën, au, iu, tashur, nga të smuës, gjitha. Paket është all inclusive, të më, ajka.
Edhe modest. Se kuptohet. Në që goca modest. Modest jemi goca. Ti vetëm me berat se kam njërën. Mjafton. Mjafton? Përvajson të beratën. Krenarisht. Na thonë që të bukur të që na thonë një gjë që të qesim një qik. Edhe qajmë pasaj qik më vonë nga gjusë në shqit dytë. Qa halë është këti? Qa halë është këti? Së të më të ashtë publikisht atë. Si jemi publikisht, jemi në nickname. Po. Gjithsesi. Spitzname. Spitzname. I thonë, qa është Spitzname? Shpegohet ashtë një se? Është kështu si... Qa e thotë që më nickname? Hëre filan. Nofkë. Nofkë. Po se këta i thonë edhe nofkës nofkë në Gjirokastra. S'ka të Elare, pusti. Si ka një Gjirokastra? Hajde, iktesh. Si ka një Gjirokastra? Gjirokastra jemi. Pasaj se si vazhdojnë kështu. Po, nuk është thjesht në një këngë shërbje, jo, se këngë vari leshtër. Hajde, join. Po e kemi qep. Pëlqen rakia? Ja, jo së shkuarës apo na jo Ajo, e njëjta është. Ajo lokalit, nuk kemi të lokalit. Kjo është bërë për vete. Kjo është e këtij viti apo? Kjo është jo, e këtij viti po është e para, domethënë këtij viti. Po Se ajo që del direkt është duke sigurisht shumë e butë, domethënë të gënjen, të zë shpejt. Po që është goxha si to. Mos marrësh fare pa më. Si pi në herë për party. Ja, raki. Herë pas? Vetëm be harç thash që kur vjen më shkonja dhe bënte nëna ime thoshte që Leo me raki thashë se sta prona. Edhe me raki Leo. Ma aty. Më në lirë, po mirë se përstis lëkura disi, deri në një farpike. Më ndajzi me gjumi top snitch, atë piskon më shkonja, bëm çfarë bëm të gjum. Nuk do të gripi, kështu që të marrë një aspirin me raki e të lyen, kështu të frikoj. Kërkon me raki. Një shqiptarë pritë, një të parët në medicinë, nuk krahasohet fare. Na bëjnë një gjyru në plasi ato, që të kënaqemi me Edit pasaj, vetëm të ishë ato bau, piu, mbarua ato enët. I ku vdiq. Fole keqe. Edhe damla, se piu atë, piu filtri. Kështu është, do marrësh cigare elektrike ti. Kancerin ose e merr natyral, ose se merr fare. Këto variacionet nuk janë asnjë gjë. Qa është një gjë për shembull të sot me që të ka për shumë përshtypje në 10 vite fundit apo të dy? Nga 10 vite fundit. Që më ka bërë mua përshtypje? Lezetshme ishte ajo peticioni që kishte bërë ajo Dirama. Tje, qofte. Di qa pyetje ishte atje tek ai peticioni që bërë Dirama? Për çfarë kishte pyetur për legalizimin e kanabisit, më duket. Peticion, kur ishte ka? Jo, si peticiona referendum, se çfarë quhet. Kishte dërguar letra për shtëpi çdo njeriu, domethënë, dhe bënte disa pyetje për çështje madhore. Bënte pyetje domethënë për këto open Balkans. Bënte pyetje për legalizimin e kanabisit medicinal, jo komplet legalizim domethënë. Dhe një dubdove që tjera pasaj, se di, domethënë, po këto ishin që ta kryesore. Çu duket? Çfarë mendimi ke ti për shembull për legalizimin e kanabisit? Ose në përgjithësi? Mirë do ishte. Legalizohet, po është vetëm medicinale. Medicinale është do marrin koncesione firmat që do japi shteti dhe ata do bëjnë lek prap. Na i filani që është ku dëgjon Lazarat apo në Dukajin një mund të marri prap, se s'është legalizuar për ata, për kështu recreational use, kupton, për ta pirë. Është vetëm medicinal. Që nuk fitojnë gjë njeri me këtë që është, ose duhet të legalizohet komplet. Se tani ka dhe Europë që janë kapur me një qese për shembull. Ka kapacitet Shqipëria që legalizohet komplet. Si se ka kapacitet me një producët më të mëdhenj në Europë, si s'kemi kapacitet. Po mirë, dakor, shqiptari është tërë jeta është munduar me të shehur, ka parasysh merre këtë, nuk është se i bëjmë dot gjëra të hapur në rrugë të drejtë. Më duket shumë kështu. Po çfarë problemi ka që të bëjmë në rrugë të drejtë? Taksa do merret. Si do kishte puçi? Po kishte. Po është legale. Do të shesësh të paguash taksën, paguash akcizën, që paguhet për cigaret, që paguhet për alkoolin, që paguhet për naftën. Pse di? Recreation është. Unë jam Do propër. të legalizohet komplet. Mund të legalizohet komplet apo? Të legalizohet të plak se kanë gjithë ata çuna të rinj, që kanë brenda kot, ose të paktën ose nëse s'legalizohet të dekriminalizohet apo. Të paktën mos futet Europë në burg, kupton? Se legalizimi mbas është çik hap direkt shumë i madh, domethënë. Të paktën të fillojë të dekriminalizohet. S'ka kuptim ndryshe. Sa jo open banka masaj është më mut akoma.
Kush çështja? Po pis no, just më shpërbën një pyetje kështu, domethënë që si ti filan që je në shtëpi që literally don't give a fuck se çfarë po ndodh, domethënë se ti do thjesht të marrësh atë rrogën në fund të muajit që të mbash shtëpinë. Për ty si çfarë mendon ti për rrogën për Ballkan? Po edhe mënyra se si kishte paraqitur aty dile vetëm anë pozitive, domethënë që do hapen do lëvizin të lirë, sikur vdiqen në Europë vetëm në Serbi apo vdiqen në Europë vetëm në Maqedoni, sikur të pasën problem, sikur vu. Tani. Po mirë ku ëndra europiane tani. Po shumë rrezikshme nëse po ta hapin ai shumë tregje sa mendon ai, domethënë ata na mbytin eksportin që ka Serbia me lokomotiv në Ballkan. Kur krahasohet fare asnjë, domethënë normalisht Bullgaria mund të ketë pak më shumë. Edhe Greqia deri diku. Po Serbia është shumë e fuqishme. Mos me këto gjëra që kemi ne që prodhojmë akoma. Të njëjtat po. Se ne një mund prodhojmë. Çe kemi në një blektorinë, në një gjë, në një gjë që shit jashtë. Ata të tregu serb, mielli, gruri, ata xhapo të mbysin. Imagjino po ta hapet fare, pastaj ç'a bëhet. Qumshi, kështu dele gjëra që vinë nga ndej, nga Bullgaria, nga Rumania. Po bëj ajo të propos fare. Kriptarët janë gjithmonë më shtrenjta. Unë jam për jo. Nuk më pëlqen. Ju s'pëlqen asgjë më pak. Po s'm pëlqen më kjo ideja e Open Balkan, se s'është ai qëllimi jon. Për çfarë na duhet një Open Balkan? Qëllimi cili është? Sipas te. Vije fuqizimi i shtetit brenda vetes. Nuk është pse do ti kur jo është mundësi ti Serbisë që ka ai vite që kërkon të ketë dalin në det, ja hapësh ti në tabaka. Urdhë zotëri. Po mirë ti shikon anën vetë negative tani. Po shumë e madhe ana negative, se ata prandaj nuk e përmendin fare. Se e din shumë mirë se ç'është. Ka shumë trik të fortë. Çdo marrëdhënie për shembull dhe midis shteteve në një farë mënyrë të fuqizohen. Cili shtet për shembull dhe Greqia që është në Bashkimin Evropian e tëra që fundos nga ekonomia, tëra këto nga borxhi, tëra këto. Prap, e Po kishte neve si do na përfitoj. Ne si do përfitojmë te kjo? Ti je dhe fushë, ti je financa. Si mund të përfitojmë ne kemi financë marketing, ha. Përzier. Deri ku vende punën, besoj nuk e di. Po vende punë për çfarë, sepse ti ato vende punë që ke, për shembull, ku dëgjon bujq blektor që mund të jenë në lushën fjerë gjithë që prodhojnë, po i gjithë ti. Po u hapën treçit tani, domethënë nuk e konkurron apo. Ku do ta shesësh ti madh? Ku ta shesësh? Se deri tani që flasim ne. Po jep të paktën një shans, e kupton? Jep mundësinë atyre për shkakun që me atë forcë që kanë ato marrëdhënie që ata mund krijojnë, ta fuqizojnë biznesin e tyre. Kush është i zgjuar ta bëjnë, si çdo biznes tjetër. Sa lokale hapen edhe në Shqipëri sa falimentojnë, se nuk din ta mbajnë. Ai që është zoti e mban. Të shumë thonë jemi biznesmena, ne dim ta bëjmë këtë, dim ta bëjmë këtë. Biznesi është vetëm ajo, e kupton? Biznesi po sit në një të koka, po nuk fole, po nuk pyet të tëra këto. Falimenton. E kupton? Edhe ai biznes është. Si kanë ekzistojnë sot eksalit e bizneset e tjera në Shqipëri. Dhe bizneset që ekzistojnë në Shqipëri nuk janë bizneset që janë brenda 1 ose 2 vite, janë bizneset që kanë qenë për një periudhë shumë gjatë kohore. Po mirë se kanë një pjesë shumë të madhe të bizneseve në Shqipëri që fitimin e kanë sa një rrogë, se thjesht nuk duan të punojnë për teatrin edhe më hapin në një dyqan aty, e shesin vezë dhe cigare dhe kështu. Smyon, se kanë ata e duan, e kanë fiksim fare, nuk vjen dot të punojnë diku për ose të kenë një ide biznesi që është inovative, që sjell diçka të re, gjithë kafe, akullore, dyqane. Deri te ku ne duam të bëjmë si bën bota, po ndërkohë edhe shumë mendje mbyllur. Në që ti jemi mendje mbyllur? Po jemi mendje mbyllur. Për shumë çka keni qesh, nëse më thosh. Ç'është kjo? Hiqe, hajde. Se do na dalin në një kështu që nuk lejo, ta lejon YouTube-i pastaj. Janë të gjitha me licencë, nuk kemi licenca. Mendem edhe për ta shkuar për shembull, përveç Tiranës që është metropol, për shembull qytetet e tjera. Tirana i duket deri diku si tabu. Tirana është pjesë e Shqipërisë. Po. Po Tirana është dhe më modernizuar edhe si thosh edhe nas klubet e tjera. Për pjesët e tjera, për qytetet e tjera, është deri diku si aliene, diçka shumë ao. Për shembull, s'mund prisë ti, domethënë në jetën as ku ta diun ç'a bëjnë në Tiranë, ta bëjnë Berat, ose ta bëjnë Fier. Nuk pranojnë, mbas edhe të rinj që kanë ikur janë të në Tiranë. Pikërisht, ajo është e kushtëzuar, ka ndodhur sepse kanë ikur të gjithë, e kupton, sepse nëse do hapen diçka avash, pastaj të tjerët nuk është se kanë në qytetet e tjera nuk kanë as potencialin. Ti s'ke universitete kështu. Ku ke universitet në Fier? Gjirokastër ka. Po Gjirokastra, atë që ka Gjirokastra është ai për e mbyllën. E mbyllën. Po ka them që drejt mbylljes. Shumë deb ekonomiku gjitha që ishin
Ato dek do të thënë që e mbanin Gjirokastër Unë e di se këto gjuhë të huaja mbanin Gjirokastër. Jo, ishte ekonomiku, ishte infermieria, disa nga lëndët kyçe, do të thënë që e mbanin si universitet u hoqën si lëndë, do të thënë, si module. Si student ka atje? Se kam ide. Sa mund të ketë rësisht? Se jam interesuar nuk në asnjë. Si edhe kvaliteti nuk është i keq, unë më mend në gjimnaz kam pasur një profesor anglishte, domethënë ai në Gjirokastër ka bërë fillimin e bachellorin. Ata që Është nga profesorët më të mirë sa tek Saliti që kam njohur. ka qenë i mirë. Ai jashtëzakonisht shumë i mirë. Po ka qenë. Po flas ka qenë në brezin e prindërit e ta. Universitetin atë ka. Po për shembull ka në Durrës ka, në Vlorë ka, Elbasan, Korç, Shkodër. Domethënë ka, si në Verisin e Jugën mbulon. Shkodra po. Po s'kam çfarë do bëjnë, janë edhe degët janë njësoj të gjitha, për çfarë do vej të bëj ekonomikun në Gjirokastër, se ta e fusin terapit kod. Për shembull, ekonomiku nuk e di pse e bën Gjirokastër, ekonomiku do të bërë në Tiranë, aty janë gjitha bizneset. Ti mund të bësh histori gjeografi në Gjirokastër. Mund të bësh shkolla profesionale, agroturizëm, apo jo. Edhe pedagogjia shumë mirë është. Në këto qytete do ta bësh Shkodër, Gjirokastër, Berat, në vende që kanë çfarë të ofrojnë apo. Nuk është vetëm punë zgjedhje, është kota, pikë që do bëjë normal. Në rregull, po unë them që mund të ndash profilizimin e lëndëve, mos i vë të gjitha kot, domethënë hap ti Financa në Tiranë, sa në Gjirokastër. E di për shtatë, që ti ke më shumë çfarë i ofrosh studentëve në Gjirokastër kur po studioj histori gjeografi, e kupton? Ose po të studioj art për shembull. Ke më shumë çfarë i ofrosh në Gjirokastër. Edhe vetë qyteti. Pikërisht, duhet pa në shumë pikpamje ose ka edhe shumë studentë që nuk e përballojnë dot jetesën dhe këtë largimin që studentët e zonës nga Gjirokastra, Saranda, rrethet për qartë, Tepelen, Dervin dhe të gjitha që duan të studiojnë ekonomik, por nuk e përballojnë dot jetesën në këtë qytet, rasti konkret Tirana. Në rregull, po shiko. Është një pjesë që nuk duhet parë kaq tablo kështu do në hapur komplet, duhet futur më në details që të kuptosh ama, nuk është se të bësh vetëm gjeografinë, histori gjeografinë Gjirokastër. Ka shumë faktorë që ndikojnë. Po pra, po, unë po them domethënë në mënyrë se si ti mund ta shtyshit të marrin pak emër këto, ti heqësh disa gjëra nga Tirana domethënë. Ti mos ti japësh fare, se ti japësh në një numër shumë të vogël, që rrogë që duan ta bëjnë domethënë të vënë në qytete të tjera. Edhe normalisht pastaj të fillosh të rikonstruktosh, të japësh më shumë mundësira, kupton, të rrisësh cilëtetin e investimeve dhe në universitetet që janë jashtë Tiranës, kupton. Kuptoj, nuk ndodh të diun çu do të thuash një tip monopolizimi të universitetit, që është universitet. Disa degëve për shembull, kupton. Kjo deg bëhet X vetëm në këtë qytet, sepse aty janë të specializuar. Është ideja që asnjë qytet nuk është specializuar për asnjë gjë. Një rast konkret mund të ishte për shembull mashinën bau që ne kemi këtu, domethënë që në Shqip nuk e di. Inxhinieri mekanike. Që mund të bëjë shumë në Elbasan, se ka gjithë ato metalurgjira, ka gjithë ato që mund të bëje praktikat edhe aty. Domethënë ishte një ide, por në shumë qytete tjera s'ka asgjë. Pse, për këto hoteleri, turizmi gjëra nuk ka kuptim të bësh në Tiranë, se çfarë mund të hoteleri turizmi të bësh në Tiranë ti? Se shkon se u bësh në Tiranë, është muhabeti që aty është të përqendruar gjithë ekonomia e shtetit, gjithë bizneset e të gjitha. Aty je në kontakt. Nuk hyn dot në kontakt me bizneset dhe me biznesmena apo çfarë lloj qoftë nga Gjirokastra apo rrethet të vegjël. Mund ta bësh shkollën, por nuk ke kontaktin, nuk ke. Në rregull, po nëse ti e bën këtë shkollën për shembull, të jetë shkollën në Gjirokastër, një vendin në plak. Një vendin ti do shpenzosh si student shumë herë më pak në Gjirokastër se do të shpenzosh në Tiranë. Duhet parë nga çështja e profesorëve. Edhe kur mbaron ti shkollën në Gjirokastër, do jesh gjatë 5 vite që ke jetuar aty, domethënë dhe e njeh shumë mirë dhe ke krijuar atë ide në kokën tënde, domethënë se si mund të dalun në banë ti. Pra troç muhabeti thot shumë po studiojnë thjesht për të kapur një rrogë, ju se intereson vërtet ajo që po studiojnë. Daj po them, studimi. Aq mund si ke zgjedhje këtu në Shqipëri. Nuk është se po e studion. Si zgjedhje e ke thjesht në niveli i ulët, e kupton, edhe nuk ja vlen të tjerat që domethënë në mënyrë pasive pastaj s'ke mundsi. Po si të bën si është bën pastaj ajo të gjithë ekonomik, të gjithë juridik, e kupton. Po të gjithë ekonomik dhe juridik. Ato han buk. Po sa në bukë bursi paguajnë juridikën, sa paguajnë juristat na 300.000 lekë paguajnë. Po ha buk të paktën, pa buk nuk ngel. E ke një rrugë. Kjo është ide në Shqipëri. Ajo s'ke plak për biokimi dhe për këto, për krimi ushqimore nuk kemi mjaftueshëm njerëz që punojnë në plak. Po s'ka më. Se ata që e mbarojnë shkollën e mbarojnë në një nivel shumë të ulët dhe punën nuk e bëjnë dot, domethënë as në asnjë lloj që të bëjnë kontrollin, të bëjnë analizat e ushqimeve të gjitha. Kemi edhe ne fuqi. Sa fuqi, sa kompani ke që mund të duan vërtet biokimista. Një kompani, një biokimist do.
Po jo se s'do një, por ato që kanë mungesa punëtorësh, që ose dy s'ka teren, në Kaliforni. Maksimumi 2. Dhe janë vende të kapura, janë poste të kapura dhe që trashëgojnë brez pas brezi, familje, një përbesa. Di shumë mirë këtë punë. Qa janë poste që janë vërtet të kufizuar, që janë poste që në shumicën e rasteve trashëgohen. Qofte prindrit, nga prindrit tek fëmia, në përmbesa dhe nuk ngelet gjë. Se të punosh biokimis në shtet, domethënë në kontrollin e ushqimit, kontrollit ushqimor sa ka. Mendon se bëhet kontroll ushqimor në rrethe. Mirë, Asë ta bëjnë ndryshe, Shumë rrallë mund të bëhet, po që në rrethe. Ke zënë se ti je 18 vjeç tash je plak. Çfarë do zgjidhje ti do? Për shembull me këto një uri që ke tani. Po do vetëm në Shqipëri. Nuk mund të dili jashtë, domethënë çfarë do të studioj diçka në Shqipëri dhe ku? Edhe pse. Do ta bëj ty të pyetje, pse vetë të fajë. Nga pikpamja duke e parë tani unë po studioj ekonomi dhe i kam disa dije. Do bënte më shumë kuptim nëse vazhdoj ekonominë aty, por që diçka jo është i mbi populluar, ka shumë. Me mend do ishte të studioje diçka mekanike. Dhe të hapje diçka. Për shembull, jemi një shembull kështu ordiner, nuk do të jetë ordiner. Hap automobilistikën. Skemi. Made in Albania, makina, motora, pjesë, vida. Pjesa teknike, domethënë se fuqi punëtore ka. Landschaft për të hapur sa duash. Fabrika, fusha, male, kodra kemi plot, relieve kemi për çdo lloj gjëje, thjesht nuk ke fuqi mendje se punëtore krau ke. Pjesa e automobilistikës, pjesa e industrisë. Edhe kjo punëtor krau nuk është se ke shumë plak tash ti se Isai nuk ka argat për të mbledhur ullinjë plak, jo më tani për të bërë vida në fabrika, e kupton? Po të paguash, sepse ke një vizion të madh para që nëse ecën shumë. Sa do e paguash atë? Po mbi normal. Sa është mbi normale për të ditë në Shqipëri? Në Shqipëri? Po 15.000 lekë. Po. 13.000 lekë që e argat për mbledhur ullinj, s'ka. S'ka. Po se është dhe puna e tillë, sepse për të mbledhur ulli do dalësh çop në vap, në shi, në borë, në diell, deri në terren. Në vap leshtë, në tetor mbledhë ai. Kam fjalë nuk është një punë që ta bësh brenda ti mbyllur në zyrë, jo, po në një fabrikë. Po është sezonale, dhe po të punosh 5 ditë në javë në atë punë plako, merr më shumë se sa merr një nën punës në shtet. Po aq është. Në fund të muajit, e kupton? Punë gjake me djerë, si e thonë. Po. Po duhet diçka më e sigurt. Që dhemi pa diçka stabil e sigurt e pra, me siguri të po përpiqem të them stabil. Krijohen kështu tip grupe ferma, që mblidhen disa me njëri tjetrin dhe të kenë punëtor gjithë kohës, domethënë paguar, që të bëjnë të gjitha punët. Ferma më po. Po më shumë do isha te pjesa e industrisë, domethënë industrisë të rëndë, le të them. Në industri të rëndë vetëm industri të rëndë grash kemi. Po flas industri të rëndë, industri çelikun që kemi, çeliku që përdoret në Elbasan. Se mos e përpunojmë ta bëjmë diçka. Çfarë do të më atë çelikun? Thjesht ai çohet jashtë, bëhet andaj ata e shesin sa do qenë vështirë. Po. Se mos të. Siç është nafta. Nafta na ne del crudo. Industri të rëndë, domethënë këtë po kam fjalën industri. Çfarë po ndodh me çelikun me naftën? Ne gjithë i shitet jashtë. Edhe mund të ishte blejmë prapë vetë. Po, ashtu me nafta ashtu bëmë. Po. Nafta që del na ne domethënë kur bën ato në Vlorë, në Fier, ku gjithë ato, del nafta crudo, çohet në Itali. E përpunojnë, edhe vinë e shesin prapë. Ne kemi filtra më thetë ta, çfarë ska? Ai po them. Ka investim se ashtu është bërë lidhja. Po. Ashtu është bërë lidhja. Në Shqipëri mendoj se industria rëndo industria e hekurit, çelikut, automobilistikës, makinerit, prodhimi, të gjitha besoj se ka nevojë. Ti bëti çfarë do bëj? Një produkt vetëm të dali made in Albania që të jetë kudo në botë, që të njihet. Kemi. Çfarë? Bar. Okay, fal mua. E kam dhe të zonës. Vazhdon edhe sot e kësaj dite. Po. Vazhdon akoma? Po, kanë kaluar një 7-8 vite, vazhdon njihet. Në ka lënë emrin e Europë. Ka lënë emrin. Në linja për ty boç. Boçi. Çfarë do zgjidhje ti në Shqipëri? Edhe ku? Edhe pse? Duke parë tendencat e fundit. Nuk vetëm ngrihen xhizërin se. Duke parë tendencat e fundit për mjekësi dhe për specializim për këto kirurgji estetike çan. Kirurgji estetike. Këto gjëra. Pse më ne njerëz të bukur? Po çfarë të bukur prandaj me bërë tërë kështu. Plastik. Fton vetë. Do bëhesh ti si doktor Skerdi, doktor Boçi. Pse jo? Krah Skerdit aty ona. Au ju aty, pa story në Instagram, kështu bëj mund.
Bëj një hund, të bëjmë një hund falas. Ore, shiko për shembull ç'a buje ka kjo kirurgji estetike në Turqi, e kupton? Për këtë transplantë. Ata kanë turizëm, po, ata kanë turizëm. Kanë turizëm dhe në çdo periudhë të vitit dhe në Gjerman bën andej për të bërë transplante flokë, ndryshime të ndryshme, hunda, këto ç'a bëjnë. Edhe Shqipëria, me sa kam parë dhe që vjen shumë nga Italia, që vjen në Shqipëri si ka shumë më të ulta. Po. Ke fitim, si biznes ke fitim. Mirë se ju po e trajtoni shumë mekanikisht këtë pjesën, domethënë, po. Se ti çfarë ja ti në këtë rast, po ta bëjon ti. Unë një ndërtimi, unë se ndryshoj, unë këtë që kam të bëja. Unë vetëm të isha budalla, në Shqipëri je princ, atë po të dish të luash, është një gjë që është pak frikë, domethënë se është e gjitha një çike shumë ndërthurur në Shqipëri, domethënë që nëse punon për disa individ të ndryshëm, domethënë një detyruar në mënyra shumë ekstreme madje të vedhësh firmën dhe atje ku nuk duhet të hedhur firma, që ndodhin ato gjëra që ndodhen në Durrës, domethënë. Por në qoftë se që kam unë pjesë të fisit tim, domethënë të largët, por që i kam janë ose arkitekt ose inxhinier, e kanë të dy, secilët kanë punuar deri diku për firma shumë të vogla, që kanë qenë si startupe dhe pastaj kanë dalë në vetë, thjesht punojnë për investitor, domethënë, dhe bëjnë ka filluar me budalliqe të vogla dhe pastaj ka kaluar bëjnë villa me gjithë projektimin, e marrin të gjithë vetë, gjejnë ku dëgjon 2-3 individ që njohin që bën secili nga një pjesë. Kurse se pjesa e villave nuk është do dhe në një kompetencë të jashtëzakonshme inxhinierike, se kupton mund ta bëjë një arkitekt i mirë formuar. Edhe i bëjnë gjitha në mënyrë të pavarur. Për arkitektët çfarë mendimi keni? Arkitektët janë the weak link në të gjithë industrinë e ndërtimit. Nëse bëjmë shaka, jo duhen, po ideja është se e ke parasysh më mirë syri se sanami thotë ai. Edhe shumica e arkitektëve janë shumë varilesht, edhe të gjitha që janë varilesht përdorin ata që janë jashtëzakonisht shumë të mirë. Ja kupton? Thon po jo se unë do bëhem si filani, e kupton që ka bërë atë gjën atje në Sydney, si Eiffeli që ka bërë Eiffel Tower. Po pra. Po shumica ata nuk është se kanë bërë një gjë të madhe. Po mirë, eksperiencë tani me kohën e të tëra i ndryshon edhe për shembull çfarë pikpamjesh ka një njeri. Për shembull ai mund ta ketë, për shembull mund të jetë student e një person sot e kësaj dite ka atë idealin e vet që do bëhem si ky nesër pas nesër. Po pikpamja ndryshon si me vendin e punës, me të gjitha. Po që të bësh dikush që duhet të investosh te vetja, duhet i vesh mbrapa që duhet të provosh gjëra që janë më ndryshe, duhet të kesh aftësinë të rrezikosh një çik. Se ajo Hadidi për shembull që ka arritur atje ku ka qenë në fillim i thoshin gjithë i kot, nuk bën. Po tani në aeroportin e Pekinit, me sa di unë, fundit ajo superstari aty. Shumë i bukur ka dalë, by the way. Google rob aeroporti i Pekinit nga si e ka emrin ajo Hadidi. Esra si e ka? Zaha Hadid. Arkitekt një nga në mos më e mira në gjininë femërore, në top 3-shi, pa frikë fare, nuk diskutohet. Edhe meshkuj edhe femra pastaj mund të prapë në top 5, jo top 5 jo, është pak shumë, por top 10. Okay. Ka pasur njerëz që kanë krahasuar edhe me Uwe Arupin. Edhe pse Arupi ka bërë më shumë gjëra se sa Hadidi. Kështu. Edhe u rikthyem. Erdhëm prapë. Erdhëm. Suvonuam shumë. Gjithsesi. Çfarë na bësh tjetër në ato? Se kjo nuk pihet kjo me qumus çfarë është. Seksi në plazh. Seksi në plazh ishte varilesht. Po me mojito. Po mirë. Është mainstream, është standarde, po është shumë nice. Ajo naneja je. Çfarë thonë ju nanes në Gjirokastër plak? Me dhë. Dhimo, jo dhimo. Dhjozmo, po nuk e dini nëse i themi asaj. Jo, i thoni Majdanozi dhjozmo. Se çfarë i thoni një gjë kështu. Jo, më kësaj thonim duket, po me thajnë edhe e përdorim. Po, fiks. Ajo është nane. Kjo është mente, po. Kjo është mint. Po s'është një gjë. Kjo është një version, ajo naneja është një version tjetër, një ninjiki thonë turqit. Ku nuk e se as vetë di. Jo, më se këto në Kavaj në Elbasan që flasin gjysmë turqisht, domethënë ashtu i thonë një ninjik. Ne themi nane, ju i thoni dhjozmo, grek. Ande në Kosova kush e di çfarë thonë. Ata ashtu turqisht thonë, më shumë mund të thini ninjik. Prezim Bocin në bashkohet, por që duke mbaroj fjalën për pjesën e estetikës. Gjë estetike. Po prapë është diçka që ekziston. Është diçka që është gjatë aty. Nuk është inovative mjaftueshëm. Po s'po flas për inovitet. Inovitet. Mirë. Inovacion. Inovacion, ja. Si thon inovacion në shqip? Risi. Përparim. Risi. Po s'po flasim për ata, se çfarë do bëj po të ishin në Shqipëri?
Po. Po tjetër. Po tjetër. Po këto I kam qef në këto me biznese me gjëra kështu. Po pra çfarë biznesi tjetër? Lokale, këto. Lokale, si bar kafe, loto, ça. Jo loto me restorante këto. Për shembull, e zëm se ke tash një kapital për start ku dëgjoj 50.000. Tiranë jo. Ku? Tiranë jo Gombasa. Jo. Vlora po. Po ideja është sezonale, kupton? Edhe në Vlorë këto. Sezonale prap, domethënë mirë do ishte. Se në Tiranë ka shumë konkurrencë, po një lokal të ri, një biznes të ri që hapet në Tiranë, pa patur njohje, pa patur kështu. Po ata që kanë sjellë risi për shembull edhe në restoranteve në Tiranë, prap kanë pasur sukses, të gjithë kanë punë, kupton? Grop kanë dalë ata që janë normal, domethënë që nuk ofrojnë asnjë gjë ndryshe, nuk kanë asnjë pikë eksperiencë, domethënë nuk kanë as standard ushqimi, as në një ambient wow, kush e di, domethënë ata groposen. Po restorante në Tiranë për shembull nuk se mban shumë. Ka gjithë ata. Fakti që nuk I kemi konsumuar ne, domethënë si gjëra në Tiranë ka zakonisht shumë, edhe për çdo lloj niveli domethënë. Ka dakord, po për shembull këto restorante të fundit sushi që kanë parë që janë hapur në Tiranë, okay, se është një ushqim tjetër, nuk është ushqim shqiptar dhe tërhiqet njerëzit, ka kurioziteti. Po besoj se në Tiranë për shembull të rinë më shumë sukses kanë bar kafet. Të natës me koktejle me kështu, se sa për shembull nuk ketë për shembull të hapë një restorant. Po se shfutur në kulturë akoma më ndjem, se okay, vërtet to kanë shumë punë, ose ne me kulturë jugore përgjithësi në çdo vend jugor të Evropës. Çfarë ai më që është mrizi zanave, çfarë ai? Po, agroturizëm. Agroturizëm, ushqim tradicional, por nuk është se kanë. Po nuk kanë mjaftuar restorante që ushtojnë që ofrojnë ushqim tradicional. Shumica që janë në Tiranë janë pizza pasta. E kupton, steakhouse, kana lotëria sushi që theti. Po nuk keti, ose të paktën dinin time, nuk keti në një restorant superstar që të ofroj ku dëgjon tani. Nuk është një shqiptar tradicional. Tav Kosi, e kupton, nuk është se ke në një. Se bën, s'është më, ne duhem timi gjithmonë si jashtë, domethënë duhet të konsumojmë gjëra që janë shumë larg nesh, mundësisht. Po. Se di. Për shembull për këtë për një biznes, për shembull për një lokal, bar restoran për shembull. Dhe sezonal tjetër, për shembull në Vlorë. Se Vlora të rriqet shumë, për shembull, do të shikosh edhe shumë Tiranës, gjatë fundjavëve lëvizin shumë gjatë jugut. Ose ke këta që vënë ndërmia, ku ta diun llogara, lëvizin, ke qarkullim. Po. E Vlora është për shembull si pikë mesme, se nuk e don jug pa kalon, po s'kalon në Vlorë. Edhe kafet po. Një lokacion bukur aty. Bukur. Ose kur hapet edhe rrugëria, nuk e diun çfarë, më thanë. Që hapur rruga nga lart, që s'ka lëmes përmes Vlorës. Po. Një lokal aty, në hapur se lokale, po. E ke pamjen e Vlorës kështu. Një lokacion aty, një lokal, pa shumë. Një biznese për shembull që më dukesh një të kishin pak funksion të përgjithshëm, domethënë të funksionojnë mirë janë biznese që janë vetëm për pjesën e turizmit, domethënë ky është biznesi pastrimi, për shembull. Nuk mendoj se ka mjaftuar shumë në Shqipëri përgjithsisht. E kupton, pastrimi ndërtesa, pastrimi zyrash, pastrimi shtëpish nuk ka mjaftuar shumë, akoma sot vazhdojnë marrin njerëz direkt domethënë. Që paguajnë edhe të zdesë, paguajnë asnjë sigurim, asnjë gjë. Por mund të kesh kompani pastrimi për shtëpi që janë këtu domethënë me hap me të gjitha domethënë që I vë orarin kur do të vijë ai të pastroj të vjen bam bum bën çdo gjë online. Po ç'është me kohë, ti mendon se shpërket në rrogat për të marrë një kompani për pastruar shtëpinë? Po më mos do ta marrë ai që s'ka, mos po them merret e ti se s'bën, se do ta detyroj njëri. Te do të kërkesë. Do të temperaturë gjë. Po që po temperaturë po them edhe në Tiranë edhe të gjitha. Po pra po ti e paguan një person nën tavolinë, si thon, pa e paguar asnjë lloj siguracioni. Kur nëse ke një film, domethënë paguan një kosto fikse ti edhe ti po jep dhe rrogën edhe siguracionin me të gjitha. Funksionon. Po ta vesh këto të kosovarë, domethënë me atë aplikacionin Gjirafa, si e ka Gjirafa e ka. Aplikacioni i Kosovë që është edhe si tip Liferando, që është lip catering domethënë edhe për ushqimet. Apo Majmuni, si e ka. Se çi ka vënë një emër budalli, kështu domethënë. Babuna ka, që është në Tiranë, po. Shumë mirë ka ecur. Shumë mirë, po jashtëzakonisht shumë mirë ka ecur atë. Se s'ka qenë. Edhe ti e ke më mirë të futesh në një aplikacion të procesës diçka të vjen se sa të futesh tani të gjesh numrin e telefonit të atij që bën sufllaqe atij e filani, kupton? Kurse atij i ke të gjitha. Kurse ne dim vetë këtu ato aplikacione që përdorim me shumë herë më kollajshme kur i ke 20 opsione të ndryshme. Pastrim kimik ti nuk kemi aftuar.
mos në Tiranë për shembull është super biznes për tu hapur. Lavanterira gjëra. Gjithë ata rroba që janë nëpër zyra, rrogën nuk e kanë mjaftueshëm që të marrin kështu pastruesan për shtëpi, po që edhe kushtet që ti bëjnë të gjitha punët e shtëpisë vetë nuk i kanë. Ti di shumë mirë që janë ato punë që privillon 8 edhe vjen 8 në shtëpi prapë. Çfarë do bësh më përpara? Kërkesë ka shumë. Unë kam vënë edhe një qytet studenti për shembull në Tiranë, deri poshtë, aty ku kam lëvizur unë gjithë ato që kanë, që janë 1 ose 2, domethënë janë plot gjatë gjithë kohës, full. Në gjitha më radh. Ide e mirë do ishte. Po pas ato lokalet janë vizive, okay, është diçka që duket, domethënë, duket gjë e bukur, kupton se rob bëjnë qef, kënaqen e gjitha, domethënë, po kjo është një shërbim që ti ofron të tjerët. Pas nuk e kanë atë emrin aq fort, po leku deri diku është më i pasur, se ti e vret më pak më në pjesën e klientelës. Sesa me lokalet. Me lokalet janë konkurrencë drejt për drejt. Kurse të hapësh një lavanteri, konkurenca e vetme është ajo tjetra që është diku tjetër, që do jetë larg te, kështu që të paktën e siguron atë rrethin tënd aty. Se do vjen njëri të ngrej krah. Lokale apo lavanderi? Si? Vend e punë kush ofron shumë lokale apo vend lavanderi? Varet ç'a gradë je. Po të hapësh një lokal në një lagje për shkak do keq baka marrë një banakje. Ose 2 ose 4. Ose lavanteria do minimumi 5 veta. Për mbajtje domethënë. Tu zerohet pastaj kur fillosh i kesh 2 tunet e mbushura, akoma më shumë. Po të eci mirë fare mbas 2-3 vitesh, do hapësh turnate, se sa del dot. Ose do hapësh një filial tjetër, e kupton? Po ideja është e njëjta punë për ditë dhe ata personat janë të siguruar për ai që ka punë. Nuk është si lokale do rishin që më shumë se as po ikin këta se nuk dua ti çoj se më ikën klientela apo kështu nuk i thua, skepse i thua kjo orarin, në fakt ku ikën ti vjen tjetri, ja çao. Në shpo fikse domethënë. Pa më shumë ndonjë. Pastaj pisa industrive që këta është gjithë tjetër, pastaj pa do kapital kështu kapital starti domethënë do shumë më të madh. Do të hapësh një fabrikë, do të gjejnë gjithë aparatura nga jashtë të gjitha. Se në tekst kemi normalisht. Do dhe njerëz janë të futur atë, domethënë janë të lehtësuar, që mund të kenë punuar jashtë diku që janë interesuar për shumë të hapin. Po dhe të kualifikuar deri këtu. Po më shumë kontakte me njoftës se të kualifikuar, më njëri. Edhe tek firma që jam përpara që kërkojnë të hapesh në Ballkan, nuk binte fare Shqipëria në radar. Dhe vetëm fakti domethënë sepse nuk kishin lidhje fare, nuk njihnin njëri. Kurse shumë kur dëgjon në Bullgari kishin, në Bosnjë kishin, për shembull. Të gjitha që kanë firma të vogla këtu, me 10 punëtorë domethënë, thjesht ajo kam unë filanin atje që e bën këtë punë domethënë. Ti do të mësoj me atë faktin që duhet të çdo gjë në letër, domethënë. Nuk do të vazhdojmë me të punë të zezë, paguash ca kështu ca ashtu. Normal. Ti që sa ndryshoj, për shembull, mos jetoj në Gjermani, jetoj në një vend tjetër. Këto zgjidhje. Këto zgjidhje. Në çfarë rrethana aktuale reale po thëj? Po, përgjithësi po pyes unë. Si student, okay, Gjermania bëse ofron shkolla, të këto kompanitë që janë të mëdha, japin eksperiencë. Po për shembull edhe për punuar për më vonë. Do vazhdoj në Gjermani apo Shiko ka disa opsione domethënë, se varet se industria është një çik për shembull për në një të ardhmen të largë, për shembull që janë më mirë do ishin diku vendet qendrore të Amerikës për shembull. Kupton, ose jugore, Mississippi, Arizona, Texas, e kupton, se kanë marrëdhënie shumë të mira për në taksa për biznese për gjitha. Po ideja është atje që industria e ndërtimit atje është shumë varilesh, ata i bën çdo gjë për druri, për shembull, i thryni njëri merr shtëpi jetë poshtë, e kupton. Nuk është se e shet dot sigurinë që shet në Gjermani që i bën çdo gjë, themelet mbajtura beton, që e kupton në Europë në përgjithësi që mos që s'kan bën nënë, nuk e gjen gjë atë, jo urakan të jetë ai, po tërmet të gjithë. Po, është lobingu i firmave të prodhimit, domethënë të drurit, ato është shumë i fortë atje. Kështu që ata që duhet ta afrosh duhet të jesh vërtet i gatshëm të kesh një kapital që edhe çështje gjyqësore që do ta hapen, domethënë për gjithë atë ti përballosh. Po kalove atë pastaj ja del. Anglia është shumë larg prap, domethënë me të gjitha, sidomos me budalliqet më të vogla, thjesht rekonstruksioni i një parkingu në Angli për shembull, paguhet jashtëzakonisht shumë mirë, nëse ti ke një firmë tënde, në që rast, by the way, që është real. S'po nuk është thjesht për marrë shumë histori vërtet që del me një përfitim mbi 20%, që shumë fare, e kupton, është katastrofal shumë. Qose ti bësh ashtu siç duhet, domethënë. Normalisht do të detyrohesh të punësosh një 2-3 të zezë, sa të marrë me të hovi. Po ashtu është një vit sa të vendosh çik standardin. Krijon lidhje, pastaj merr edhe më shumë punë. Çfarë do ishte një kritik që do kishe ke ca eksperiencë punë në këto inxhinier ndërtimi që po studion.
që mund të kesh për ndërtimin përgjithësi që zhvillohet në Gjermani, të godinave. Kritikat kam unë. Inovacioni, janë mbrapa goxha. Ishte ajo që më the që parë. Po sepse nga që është kjo fryma green, domethënë për të mbrojtur ambientin e të gjitha. Ka vetëm 2 shkolla mendimi për momentin. Njëra është që ta bëjmë çdo gjë green, e kupton? Pavarësisht se çfarë kosto e ka. Edhe është dhe mendimi tjetër, domethënë që fuck green, do të bëjmë çdo gjë të marrim sa më shumë lehtë ndryshme. Në fakt zgjidhja është gjithmonë në mes. Pothuajse për çdo lloj teme të ndryshme zgjidhja është gjithmonë në mes. Do bësh hibrid, diçka të bashkuar. Merë edhe sigurinë e ndërtimit që t'jep betoni, domethënë. Merë aftësinë mbajtje që ka hekuri. Edhe pjesën që mbron ambientin me drurin. Po ti përdorësh të gjitha këta me një godinë që me mendimin tim shumica do të kështu. I ke të gjitha all inclusive. Po fakti se nuk kam mjaftuar me research, nuk kam mjaftuar kërkim, nuk ka arritur deri në atë farpike që diçka e tillë të jetë dhe lukrative. Po ti si mëson shkollë këto lëndë që bënin? Mëson në shkollë, në lexoj vetëm. Dakor, këto lëndë bazike në shkollë ti besoj se i kanë vetëm beton, nuk kurse kanë ndonjë me dru. Jo, është dru. Te ke dru? Po edhe diplomën në dru do e bëj. Po s'është problemi të shkollës, ne jemi inxhinier. Problemi fillon te arkitektët prap. E kupton? Zakonisht për gjëra, nuk po flasim për gjithë Gjermani inxhinier po vepra të mëdha ndërtimi nuk diskutohet, ato i ka inxhinieri, për shembull ura, kulla, gjëra, domethënë nuk diskutohet. Ideja është për apartamente, për gjëra. Kur e fillon arkitekti me idenë që ka. Po. Edhe në qoftë se arkitekti të thotë domethënë që okay, ti si inxhinier statik domethënë ke të drejtën të manifestosh aftësinë tënde inxhinierike në këtë projekt, mjafton që fasada të jetë kështu siç dua unë, atëherë ti je i lirë të bësh atë duash në atë pjesën, sepse fundi afare për çfarë lloj ndërtese ti atë i fut thjesht kolonat karabinane, por thjesht vetëm me kolona betoni domethënë, dhe çdo tjetër pastaj e mbush ose me tulla. Por që prapë se ka nevojën fare të mund të mbushësh me dru. Edhe ka mjaftueshëm teknologji për ato. Po pastaj është ai problemi tjetër që Europa edhe në të gjitha është shumë e varur nga Kina, për shembull, edhe çmimet tani sidomos në Covid janë sky fucking rocketing. Në pjesë çdo gjë është bërë shumë e shtrenjtë që vjen që andej në pjesën e sa duan të vinë këtu edhe influencon kjo cilëtetin e ndërtimit të bëj. Normalisht po sepse gjithë ky prodhimi kualiteti më i lartë gjerman nuk shitet asnjë në Gjermani, ose shitet 1% në Gjermani. Diku te 70-80% shitet në Amerikë dhe Kanada. Edhe pastaj në Angli, në Francë deri diku. Këtu në Gjermani të ndërtohesh nuk e përballon dot të marrësh materiale që prodhohen në Gjermani. Se i bie me që ti di shumë që çfarë më shkan shtëpia tash. Që do ndërtohen me materiale gjermane, kesh bëri kyçin në mbyllje fare, se nuk ja lën. Ja kjo ka krijuar gjithë ato janë të krijuara nga varësia nga Kina ose nga Azia në përgjithësi, se ka disa materiale vinë edhe nga Bielorusia direkt. Domethënë. Që ata nuk e di, zoti i lartë di se çka kursish punë kanë ata. Ose ata që punojnë në Shqipëri ke fasone. Punojnë në Shqipëri. Trajtojnë si kafshë atje domethënë. Versace-n e blej që e blen në Milano, apo Guessin, apo çdo lloj firme, mega firme që bëhet, domethënë që i shesin sa i shesin. Po puna është paguan rrogë nën minimale. Edhe ndodhja di njëri deri në një moment që edhe Shqipëria do arrijë një grad për shembull, edhe do ngelen ata kështu. Do fillojnë të gjejnë një stet tjetër pastaj ku ti çojnë. Është goxha e komplikuar. Po që një person pastaj në industri të tilla, një person i vetëm është të harosh domethënë. Si për fasonerit, më mendja se është pak më e thjeshtë sepse ka dhe konkurrencë firma me firma, po në ndërtim çfarë do bësh? Ajo është një industri e tërë united. Lobingu i industrisë ndërtimit pas naftës edhe metalurgjikut është më e fortë ato. Metalurgjiku në kuptimin mekanik, tonë dhe për makinat dhe për gjithë. Do të thënë po ti je në Shqipëri, inxhinier ndërtimi dhe studio. Nuk diskutohet fare. Do të kishte një opsion B? Histori. Nuk diskutohet fare ajo që histori. Histori në Gjirokastër. Pu larg qof tani. Pula gur. Nuk ju duam. Ças do? Historia larg. Po ju doni vetëm ata e ladhat. Nuk ju duam. E të doni ju, nuk ju duam ne. Po kush ju do ju dhe më? Ne na duam. Po ti sa po e the që po e mbyllet e plot. Mbyllën se ashtu është muhabet. Ashtu është muhabeti. S'digjeti. Gjo mua.
Bijem qaf kot në edhe, për më fjerë s'ka, si në qa keni në që më fjerë? Domate. Trangull. O trongull. Ere byra ze. Pse nga Berati që keni ju? Ne? Në isha për të vete aftjerit. Ja, mua. Ne. Faktori kyç. Po kemi shumë gjëra. Ati potenciali që ka në këto qytetet janë shumë i madh. S'dim, nuk ne e bërë xhep tash fare. Ne e bërë xhep edhe për vetë Berat do vesh vetëm se do vesh Berat, nuk është do kalosh, nuk të çon rruga. Edhe ajo ka groposur atë si vend fare. Edhe një universitet që u hap atëre, ashtu si u hapa i ufa, po ishte më erdhën ca njerëz, e kupton? Kush tash s'ka ngrirë më asnjë gjë. Çfarë? Asnjë lloj. Lidhet që isha unë për vitin e ri, domethënë vetëm datë 31, kur i ka unë që i ka në Tiranë. Domethënë, ato ditë unë mbush plot, domethënë, e aq ishte. Pastaj Tirana nga jashtë. Ora 6:30 bëhet që ka mjeriu. Kështu sa bëj natë edhe i ftohtë i bën të vetën. S'ka se çfarë do bësh, vetëm në kalë, nuk ka asnjë lloj tjetër. Është vetëm i fokusuar në një vend. Po kështu call center kam Berat? Jo me sa di unë. Si të trajsh dhe po ka shumë hapër, edhe në firmë nuk të shna për të. Se di, sa di unë që në Berat ka industri të rëndë femrash, fasoneria. Roba qipsi ka që bëjnë gjinse, brek, sutjena, që në të pëllisit gjitha. Të brendshme, më da. E specifikova, recipeta, qa i thoni të një, ha? Mirë, ha. Të brendshme. Të brendshme të vicit, të brendshme të pulës. Pasaj ka kështu bare i gjera, ka fabrika ushqimore. Okej, po ja, te këto roba qepsi punoj zakonisht femra. Vetëm femra, domethënë mund të kenë një mashkull. Çunat rinë shumica në për kafe, thonë që srihet do ikim. Ata që punojnë, domethënë punojnë se janë vërtet çuna të mirë edhe pavarësisht se paguhen shumë keq, domethënë nuk trajtohen mirë, të paktën nuk duan të jenë parazitë, domethënë dhe ja bëjnë smetin gjës, nuk e lëm pa bërë asnjë gjë. Po. Por që është pothuajse e pamundur të dalësh nga ajo vorbulla atje, sepse me zëm se do punosh ti, do të dëgjojmë banakier me vetëm marrë 300.000 lekë, çfarë do bësh me ato 300.000 lekë? Po, jemi në të moshë, që vetëm 25 vjeç, ata shoh kam unë nga 30 vjeç, për shembull, po me 300.000 lekë që do bëj çfarë shtëpi do marri? Do marri, po pra, do marri grua, do kenë një fëmijë nesër pas nesër, e kupton çfarë me 300.000 lekë. 300.000 lekë do marri ai, do marri 280 ajo do punojnë në fasoneri, do punojnë si kafshë ditën domethënë edhe nëse do dalin në fund të muajit. Po. Megjithëse domethënë nëse jeton në një jo fikse në qendër Berat, domethënë okay, qerat janë të mira. Po nuk është se janë kushtet, e kupton, janë nuk është se jeton rehat, të paktën thua që okay, po punoj po vdes, po të paktën shtëpinë kam në rregull, edhe i kam gjërat e tjera në rregull. Është mund nga të gjitha anët domethënë. Po. E kupton, si kushtet e shtëpisë, si lagjet, si shkollat e të gjitha, nuk është se kanë një standard. Ata që merren me investime merren vetëm me pjesën e fasadës, e kupton, atë sheshin e kanë bënë 2-3 herë, këtu e prishin, i bëjnë prapë, prishin e bëjnë prapë. Ti u s'kan çabën edhe. Po pse ajo duket, e kupton. Atë shetaj, domethënë, edhe lagjet janë akoma shumë të baltë. Ore, ç'është bëra ai Arushi Madhëra? Kur ishte bërë? Ç'a ishte kuptimi? Asnjë lloj kuptimi, se janë idiota, nuk dinë ç'a të bëjnë, e kishin parë në Instagram tek një dyqan i Chanelit në Paris, më duket. E kishte bërë këtë. Edhe ata kishin parë, kishin bërë dhe në Berat, kështu kot vinin njerëzit bënë një foto kështu. Nga 40 vjeç për shembull me gruan, kështu ato foto që bëhen kështu me kran qafe, ke parasysh? Edhe bëni foto për vitin e ri. Ore vitin e ri, bëjnë ai foto. Kish pemë në Berat, ka një pemë në Berat? Kishte edhe një pemë, ishte çik më tuti ishte pema. Po pema ishte shumë malli, se kishin parë në Arush në rrobë dhe nuk bënte më njëri fotot e pema, bënin të Ariut. Po që dukishin shumë stupida, se Ariu ishte direkt më para Mangalemit, domethënë. Nuk i bëte ura që i bën foto Mangalemit ishte edhe ai Arushi aty, kështu që duke shumë brutalist. Mbas vitin këtë vit, domethënë do bëhen në qytete të tjera. Po, në vitin tjetër do provoj një gjë tjetër, në një balen, ku dëgjon, çfarë varet. Varet ka qenë ajo test zone. Lere testi mund të bësh në Berat, e certifikuar që vlen. Ata do bën foto të Arushit. Në qoftë. Nuk lejohet, pak ndjon prezencën time, mos ka vajtur shëra si pse. Pafund më mbani rrok njerëzit Arushi për zotin lart. Ralla për të bërë foto të Arushi që thoi ti që edhe ke fronca daja, ke fronca dhe i feli nuk mbajnë atë radhë rob. Në Fier kemi varg. Çfarë varg? Është një varg që i kam shumë lart të poshtë. Çish kjo varga fshu. Po ma i kam shumë. Si ta shpjegoj? Pjesë.
si cirk, si... Nga këto që jipën e se... mo... O zoti ma... Ju varë që jep atyre. Po shumë bastarde këto, ti e në Tiranë, në Qeshtë, me thënë këto, kështu makina, akoma gjëra, kështu. Mos ato mirë. Po qa minë, mëse që ajo ta janë sot 2010, 2007, e kupton, po viku ko atyre. Po ma sa bën, ato vite nuk janë bërë. Edhe gjithmonë bie. Nuk ishte në ku ishte, në Landsberg. Po më Landsberg ishte, po nuk ka qenë me se ti sa u bëre kaq vite këtej. Po s'ka qenë nga korona më. Po jo vetëm nga korona, me si po i thrastin mendin njerëzit që janë budalliqe. Pastaj në Tiranë pothuajse janë konstante, nuk është janë vetëm sezonale. Janë pothuajse konstante. Kurse ti e ke për sezonin e Krishtlindjeve këtu edhe ikën, haq është. Apo. Po se këtej ka gjithmonë, është Oktoberfesti. Pas Oktoberfestit zakonisht pa llogaritur koronën këtë rast. Është Oktoberfesti vjen Vajnasman. Pastaj kush vjen? Vjen këto të Pashkëve, që se ke parë në dyqane, që sa ikën Vajnac nisi këto të Pashkëve. Pastaj Behari po që ka lëvizje, s'është nevoja që të bëj ai këto tendat që tërheqë klientela se ke tëra vende të plot. Kështu që po po ne çka kemi vitin e ri, do bësh për Krishtlindje, çka, për Bajram se bën dot, për Bajram e zona ta ri e falen përpara Skënderbeut. Nuk ka vend. Shqipëri sa nuk e di brezi impakt edhe me familjen e shoqërinë që bën kështu piknike. Të piknikësh më. Piknik mo, park. Shtriu në bar të lë. Po. Shumë se kam para nuk e di që bëjnë kështu piknik. Jo, piknik ne vinim mandej sipër nga qershit. Ai ishte pikniku punoje, pastaj kur ishte shumë i lodhur, hajnë. Ne nga Fieri, po për Fieri to zoti më. Ne vemi në Polja dhe në Apolloni për shembull. Ani kështu buk me djathtë me domate atje në Apolloni. Me vetë sa të shijon. Sa të shijon? Po. Shumë se është edhe ke parasysh shkon lidhesh thjesht ose bën zgare. Bëni zgari në Fier. Nuk dia sa janë djathtë domate. Keni dhe mision? Ando do turën tër Fiera këta shiore bërac. Jo, më pse un kam jashtëzakonisht shumë respekt. Disa nga njerëzit e mi të preferuar janë Fiera. Me gurkën e kapën me lushnjarët, tani e kemë Fierakët. Ç'a ke ti? Nuk kam asnjë gjë, unë të thash disa nga njerëzit e mi të preferuar janë nga Fieri. Faleminderit. Jam përkundrazi. Përkundrazi që nuk kam asnjë lloj negativiteti. Si me as bakthara. Si është? Jo, as domate sa ju. Vetëm baktharës mund të jeni po. Cila është fytyra e Fierit për shembull, prodhimi numër 1? Se sa shihni ja marrë lusha, s'keni çaj bën. Me çan buret Fieri? Çan buret? Domate. S'muremi fare, të shkëndet jemi njerëz të mirë kështu. Po këto serat e domateve tëra këto, domethënë që mbajnë fije, me sa di unë. Jam shumë updateuar këtë gjë. Po mbahet është dhe autogrille. O Gyrke, po Gjirokastra me çan buret? Djathin ore, Gjirokastre më të lutem. Të barin Lazaratit apo ikoj. Ikën delegatët. Djeth Gjirokastre. Qa djathi është ai gjani ju? Ka mund aty frifer. Djeth Gjirokastre? Ç'neti? Djathi i vjer. Si djathi qa? I vjer. I vjer? Qa thua? Djath dhije. Dhije. Dëgjuam gabim plak, dëgjuam shumë gabim. Bëri me stil ai. Je shumë shakator ple. Lësti. Me lësti filani. Hajde, o mori cepave, ngule buzën. Qa po bëm, qa po meresh ashi? Sa dim të themi edhe këtyre biliona dëgjuesve. Me qa do i bësh mojitot? Me raki? Provoj me rob shtëpie, provoj një gotë a bësh mojito në vend të rumit raki ple. Do jetë fire. Do të editojmë jashtë, mos na vjes njëri si de biznesi pastaj edhe apo që mojito raki e pastaj në Tiranë. Vjen nga alkooli ju? Na me pijet. Po, s'është shumë fort. Si Fierake. Po ju se thotë se keni pirë asnjë raki ço. Unë kam pirë asnjë. E din të shpisë? Në të shpisë e mi, po. Qa brezi, zoti ma. Ja, bravo. Qa brezi, po një brezi, jo qa brezi. Brezi është vogle. Sa me vogle? 3 vite. Po 4 është nga mua, si? Si 4, po mirë 2 vite. Brezi, ti i moshmi. Sa i moshmi, unë jam i ri, unë jam lullu të rinisu ma mëse i gjaku. Unë s'kam pëtërë në jam i moshmi. Nuse, gjithë të tjera? Nuse? 3.
S'kemi, do ju thini babaj do na bëjmë shumë mbledhëri. Marrim një nga fshati. Po, do të dinë të bëjmë byrek. Se nuk e se do pozitiv për byrek. Që do? Aty kam vetë momentet e bëjmë byreko. Më thënë tjerë mos i këtë regu, po të bëri byreko. Ta si edhe asu. Ta ndoj tavë. Su një tavën patlıcan të bushur e do robi. Na vdisha me këtë tavën patlıcan. Po se bëri, ja, vetë bëri fërgesa, aty kështu na gënjeve na. Friu ani. Unë thash atë të parë se ti i kanë ditë dash. Çfarë fërgesa ajo? Tavën patlıcan ka qenë punë. Çfarë do jetë të punë? Çfarë kishe për të Do bërë? t'i ndash, do të përgatisësh ndërtesën, bëj. Ja pra kështu jeni në temat e sotshme, kupton? Një tavë thon sa punësh. Imagjino të kesh 4 fëmijë për Gatuan të. tjetri ç'a thuhet? Të kesh vjerin, do kesh Ç'a vjerin thuhet kur nesër. gatuan tjetri ora? Faleminderit lumshën duar. Dalun se kemi provuar. E, po mirë, thoj lumshën Do duar gdhini një apo jo për ta kënë ndale. Internatën zgjuar gatuaj për ju. Mund të vemi edhe në spital pastaj. Po, Se këtu ka ca lajme kështu për dasma në fierë që janë kështu 200 veta në spital pse nga mishi. Prapë në Fieranë ti? Më nuk ka qenë ajo lajme apo në Kavaj ku ka qenë. Aty e zona e fushës kështu. Ishte periudhë behari aty. Periudhë behari kështu. Shtype, më fort. Ai sheqeri, kështu sheqeri ka vjedhur, ai vdes për sheqer kështu. Po nuk u vajti diabeti 6 milion, nuk është ëmbël mjaftueshëm. Bëhemi edhe ne gati tash për të mbushur gotat përsëri. To janë cika ti filanëve tash kështu live subscribe çajin ato, bëj çka të fjalimin e fundit. Ua, prit të postrezari. Faleminderit që na dëgjuat sot. Ju lutem, bëni like, subscribe dhe na lini një koment. Ju presim në episodin tjetër. Mirupafshim. Arda Berisha, Top Channel Prishtinë. Po, se që kona bizerin e sa njerë. Ha. Pse nëzëri e saj shumë bukur. Pra ne të bëj, dhe më të flasi këto spikere, Provoj. se merët në jorgojnë Spikere. Tu folë si spikereve? Qëra! Qëre. Qëra spikeren! Hajde Qëra bra. spikeren! Ani! Kena i që përthëndi? Ato që thashe në fundit. Kur të presim? If you know, you know. If you know, you know, po hajde bëjnë që premtimin live të shiktu që kur pritesh ti episodin tjetër? Qofim. Jo, s'ka të shofim më valla, do japësh orarin eksakt. Ti jena mi me shëndet. Ti na më mesh nësi, nuk i shikon me këtë zërin e fierit, nuk të shkon ai seksi Kosovës fare. Të jemi... Që të Që, jena që, mi Veti. Që brekoha dheri. Po bëave, Ani tash kur po vina? po vina Kur po ngjona? me kismet dash zoti modh, jo vën tjetër. Të lundë goja. Hajde bra, bëhesh mirupafshim për mira gëzime në rast të tilla unë beresim. Hajde, ciao.